Po. Besoj në rregull jemi që të nisim temat veçanta kryetar, me që ishim në përmbyllje me infrastrukturën, do ta nisim me infrastrukturën edhe në çështjen e intervenimeve të para. Këtu do të keni mundësi dhe të replikoni me njëri tjetrin, këtu nuk do të matet koha, por besoj me respekt ndaj njëri tjetrit do të mund t'i shtjellojmë edhe të debatojmë mbi këtë temë. Kështu që po e nisim me infrastrukturën fillestare dhe po e nisim me juve kryetar. Intervenimi i parë që e përmendet, çështjen e fabrikës së ujit, pra problemi ekziston edhe më tutje me ujin e pijes, problemi ekziston edhe më tutje me ujërat e zeza. Cili do të jetë intervenimi i parë, çfarë do të mund të bëhet, sa mund të jetë kostoja, çfarë mund të plotësoj nga buxheti vetanak edhe kërkohet në fakt një ndihmës nga qeverisja qendrore. Urdhro. Gjithsesi, ne kemi planifikuar që të kemi 200 litra në sekond kapacitet shtesë, sepse tani është në përmbyllje të sipër një projekt për rreth 80 litra në sekond, i cili projekt këto ditë është finalizuar dhe është në momentet e kryerjes së analizave të nevojshme nga Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik, dhe pritet që 80 litra në sekond të jenë që nga këto ditë në shërbim të qytetarëve të komunës Klinës, por nga Komisioni Profesional, si rekomandimi i dytë, ka dalë që të ndërtohen edhe 200 litra në sekond kapacitet i ri. Burimi i ujit do të jetë burimi nga akumulacioni i Drinit të Bardhit, që është një rezervuar i vogël që veç është ndërtuar, ka një digë ku ngrit nivelin e ujit. Sepse tani ne e përdorim burimin i Arinës, i cili burim sipas analizave del që të ketë pak përqindje të lartë manganit vazhdimisht dhe do të kalojmë ai tani sipas rekomandimeve po vazhdon të përdoret për nevojat e fshatrave, i kanë edhe udhëzimet e caktuara nga Hidrodrini që uji nuk është i pishëm, por është vetëm për ambisni dhe për nevoja tjera qytetare. Ndërsa kapaciteti i ri do të ndihmon që komuna e Klinës në tërësi të mbulohet nga uji i pijes brenda mandatit tash. Aktualisht sa fshatra vazhdojmë me juve, sa fshatra kanë? Se të gjitha fshatrat e komunës Klinës janë problem. Janë të mbuluar me rrjet, po mungojnë vetëm 8 fshatra që nuk kanë rrjet të ujësjellësit, për të cilat marrim përsipër që ta. Dhe Limane është një nga problemet edhe një nga intervenimet e para çështja e ujit edhe si e shihni ju zgjidhjen. Problemi kryesor me të cilin ballafaqohen sot qytetarët e Klinës është uji i pishëm, për çka nuk e largon as pak prej përgjegjësisë pushtetin lokal. Unë dëgjova kryetarin që ta kemi pas takime me Këshillin ndërministror dhe memorandume të tjera, mirë po çështja e ujit pishëm nuk është zgjedh. Nëse ka propozime të tjera për shtimin e kapacitetit dhe ndërtimin ndonjë fabrike të re me kapacitet më të madh, atëherë prapë qytetarët e Klinës do i duhet që të presin për ujë të pishëm, sepse kapaciteti aktual nuk i ofron këto kushte edhe nëse IKPSH-ja e nxjerr ujë të pishëm se mund të përdoret për qytetarët e Klinës. Andaj ne mendojmë se kjo punë do një zgjidhje më të shpejt, na po e shohim zvarritjen e kryerjes së këtyre projekteve, e përfundimit të tyre, dhe mendojmë se kjo çështje duhet trajtohet bashkë me nivelin qeveritar edhe me një presion më të madh nga ana e pushtetit lokal, edhe me formën edhe mënyrën e gjetjes së burimeve të tjera të ujit të pishëm në komunën tonë, po ndoshta edhe me një bashkëpunim të mirëfillt me 2 komuna të fqinje. E kam përmend edhe diku tjetër që komuna e Pejës ka furnizuar 2 fshatra të komunës sonë që kufizor me komunën e Pejës, i ka leju qasjen në ujësjellësin e tyre për të pasur këtë mundësi që të kenë ujë të pishëm, dhe ne mendojmë se një bashkëpunim i mirëfillt edhe me 2 komuna të fqinje nga të cilat ka burime të ujit të pishëm, me Pejën dhe Istogën, sigurisht. Edhe normalisht memorandumet e mirëkuptimit janë të nevojshme për ta zgjidhur këtë çështje, mirë po unë mendoj se 8 vitëshi i qeverisjes nuk e largon prej përgjegjësisë dhe ne mendojmë se
Pra ju këtë thoni ka përgjithësi